disa projekte dhe erdi si natyrshëm, e kupton edhe besoj që kisha, diçka që më pëlqeu edhe kur vjen nga struktura që të jep ajo bota e bankës që ke bërë shumë vite dhe cilë strukturë në projekte, është diçka që të ndihmon shumë t'i bësh sa më të suksesshme. Edhe tani po merrem me shumë evente shqiptare. Kjo është e bukur, do të flasim edhe për këto, po e kam shumë të rëndësishme të ta kujtoj edhe ty, nuk e di sa shpesh ja kujton vetës, se këto eksperiencat e para i kanë emocionet gjithmonë të veçanta. Cili ka qenë projekti i parë apo eventi i parë që ti ke organizu dhe a ka shku gjithçka vaj ashtu si ti e ke planifiku? Eventi i parë që kam bërë ka qenë një event që quhet Nëntori Shqiptar, që tashmë është organizuar për 50 vjet në New York. Eventi i parë mund të them shqiptar, se unë kam bërë evente tjera që kanë qenë më të vogla, dasma ose në një fejes ose në kështu ditëlindje të madhe, kanë qenë evente më të vogla, po eventi shqiptar i parë që kam bërë organizim gala i madh, që Nëntori Shqiptar. Qa të bëri të kuptosh ky i pari? Sepse aty, pra direkt je në kontakt me të dyja palët, atë të publikut, pra të shqiptarve që mezi presin të shohin atë frymën shqiptare të sjellur në Amerikë, dhe artistët që po besoj kanë qenë ajo pjesa kulmore. Si ishte kontakti me ta, a të dolën ashtu si kishe pritur, ose a njihje disa prej tyre përpara se ti rrekeshe e punës? Jo, nuk është se kam njoftur shumë artistë gjatë projekteve që bëj, ka qenë diçka shumë, po unë nga eksperiencia ime unë kam punuar, kam menaxhuar shumë njerëz, edhe kur menaxhon shumë njerëz dhe ke kollaj të komunikosh dhe të bashkëpunosh me... Edhe kur ata kanë teka, edhe kur janë më të vështirë? Edhe kur punon në për role tjera, ke njerëz me shumë teka, kështu që është diçka që me eksperiencë, me kalimin e viteve që të ka bërë ta kesh më kollaj ta bësh këtë gjë. Janë bashkëpunues kryesisht artistët shqiptar me cilët ke punuar deri tani në për secilin prej projekteve? Unë base kam qenë shumë me fat, edhe më kanë qelluar të mirë se kanë qenë shumë bashkëpunues, edhe për ato, për shembull, kur vinë në Amerikë, është një vend shumë i largë për ta dhe, do më thonë janë bashkëpunues se kanë qef të... E shijojnë edhe ata, po, se New York është vend shumë i bukur. Nuk e marrin kështu thjesht si punë, edhe pse ata që janë profesionistë nuk e marrin kudo, ose në Amerikë, ose në vend tjetër, ama komuniteti shqiptar ta jep vetë atë energjinë. Unë se kam provu, po e them ashtu që aq sa kam pa nga video. Kur ta provosh, do ta shikosh vetë se komuniteti atje është shumë i mirë, është shumë i bashkuar, edhe janë shumë mbështetës të njëri tjetrit. Ti e shumë vështetëse edhe specifikisht ndaj grave, që u ndihmon fort që ato të arrijnë synimet e tyre në jetë. Ke qenë si e vogël, nga të është ushqyer kjo dëshira që ti ndihmosh gratë të cilat në basen gjenden në një lloj pozicioni ku se bëjnë dot vetëm, pa i shtyrë dikush. Dëgjo, unë kam qenë vetë emigrante në Amerikë edhe unë kam arritur shumë sukses në karrierën time edhe kjo ka ndodhur sepse kam pas shumë mbështetje të madhe nga njerëz që kam punuar, gratë të tjera, që kam punuar në vendin ku kam punuar unë në bankë, si themi, dhe kanë qenë shumë si kompani ka promovuar shumë mentorship, edhe kjo është diçka që më ka ndihmuar edhe mua në ngritjen time profesionale. Edhe është diçka që kam pas gjithmonë qef ta bëj në goca tjera të reja, ndoshta sa po marrojnë shkollën që ka nevojë për një mbështetje ose një ndihmë të gjejnë një punë, ose ke shumë gra që bëjnë diçka dhe dojnë t'ikin nga ajo punë që po bëjnë, do gjejnë një diçka tjetër edhe pse mos kur bashkohemi, mund të bëjmë gjëra shumë të bukura. Shumë e vërtet. Të bën të ndihesh shumë më mirë ky fakt kur ishe ato vajza pas ca vitesh që kanë marrë tashmë rrugën e tyre, janë të suksesshme në fushat që zërin. Është diçka që të bën të ndihesh shumë mirë. Dhe nuk e dyshoj se edhe ato janë mirënjohëse drejt teje. Po, siç jam edhe unë ndaj tyre se çdo gjë t'jep një mësim ose mëson diçka tjetër edhe të ndihmon për të bërë gjëra më të bukura. Sa të thith energji, planifikimi, organizimi i një eventi, një festivali, flasim këtu për këtë të fundit që veç se ju kemi afruar. Shumë kohë, sa kohë përpara ke nisë përgatitjen? Kemi nisë përgatitjen para një vitit. Një vit. Para një vitit, edhe
Tani po na merr shumë kohë se jemi gjatë datës, jemi afër datës që do ndodh festivali, kështu që tani po punojmë ditë e natë për këtë gjë, se po mundohemi që të krijojmë diçka shumë të bukur, shumë të veçantë, diçka që s'ka ndodhur asnjëherë më përpara. Edhe kjo, kemi shumë peshë mbi supë edhe duhet ta bëjmë diçka shumë të bukur. A do të jetë festival 2 ditor, 3 ditor, si është? Do jenë 2 ditë, 16 dhe 17 maj. Do jetë 12 orë, fillon në 12 të drekës, mbaron në 12 të natës. Është një mundësi shumë e mirë për njerëzit të shikojnë të gjithë artistët në një ditë ose në 2 ditë. I përmendim pak do të kush janë? Po si jo, është një miks të muzikës popullore, pop edhe hip-hop, kemi Shkurte Fezën, Sabri dhe Ermal Feyzullahun, kemi Capital T, Ghetto Gjizin, Aurela Gace, Angela Peristeri, Ledri, Gjensila, edhe shumë të tjerë, do më thënë, është 23 artist total në 2 ditë, edhe disa surpriza që si kemi thënë akoma. Që mbetet të zbulohen për atyre 2 ditëve. Okej, bukur shumë. Ke një mesazh për fund që do të thuar gjithë shqiptarëve në Amerikë apo edhe nga vendet tjera që mbase e shfrytëzojnë këtë festival, këtë ditë festivali? Ne kemi shumë njerëz që po vinë nga diaspora, jo vetëm nga New Yorku, po vinë nga shtetet tjera të Amerikës, po vinë nga Kanadaja, se na kanë kontaktuar, edhe kjo, domethënë, ky nuk është vetëm një event, është një festival, po bashkon muzikën, komunitetin dhe energjinë e komunitetit tonë, kulturën tonë, po promovojmë edhe, mendoj që është diçka që gjithë duhet ta mbështesim, edhe që vitet e tjera ta bëjmë edhe sa më të madhe. Ne do kemi vetëm biznese shqiptare atë ditë aty, se po mundojmë që të mbështesim edhe bizneset shqiptare që janë në Amerikë, edhe kjo është diçka që na bën shumë krenar. Pra, do të gjohet Shqip ato 2 ditë dhe jo vetëm, se besoj do të... Do hajmë Shqip, do pim pije shqiptare, edhe do dëgjojmë muzikë shqiptare, do kërcejmë, do festojmë, do jetë diçka shumë e bukur. Sa bukur, shijojeni, edhe kush do tjetër që do të shkoj atje, uroj që t'ja kaloni sa më mirë. Faleminderit. Faleminderit që më erdhe këtu, uroj që në një ardhje tjetër në Prishtinë, që do t'jetë hera jute e dytë, t'kemi mundësinë të bisedojmë gjatë edhe pse jo t'i flasim pas kenat e festivalit, po edhe të mësoj më tepër për ty. Faleminderit Bela shumë. Merci, faleminderit. Okej, do mbyllim me një këngë nga Arbri. Faleminderit shumë për vëmendjen. Jam ngushtë me minuta, kështu që veç do them natën. Sonde me, do ta hedhi me, një valet të mbërë si qershi, mos tuaj nuk e di, ku del në ty, e shon një shkëndim, sa herë të shikoj në sy o moj, ku del në ty, e shon një shkëndim, sa herë të shikoj në sy o Era për të habi